Sprovat e Ibrahimit a.s. me djalin e tij Ismailin. Ismaili ishte një fëmijë i sinqert dhe vepërmirë që ju dhurua. Ibrahimi pas duas që këndoi në periudhë të pleqërisë pas përpjekjes për tauhid, përpjekjes që paraqiti për vite të tëra kur u rrit, babai i tij Ibrahimi a.s. i tha: "O djali im, kam parë ëndër se duhet të flijoj, çfarë mendon ti?" Ismaili, duke treguar një nënshtrim të madh, ju përgjigj: "O ati im, vepro ashtu si je urdhëruar, dashur Allahu, unë do të jem i dërueshëm." Përballë kësaj sprove të vështirë që të dy ishin nënshtruar urdhit të Allahut, Ibrahimi e shtriu me fytyrë të drejtuar drejt vetes me qëllim prerjen e tij si kurban. Pa kaluar shumë kohë, erdhi si ariqi nga Allahu në formën: "O Ibrahim, ti e përmbushe ëndrrën, vërtet ne kështu i shpërblejmë punë mirët." Dhe në këmbim me Ismailin u dërgua një dash nga qielli. Edhe Ismaili, si sprovë e Ibrahimit a.s., pejgamber shembullor me nënshtrimin e tij, me vonë u bën ndër të dërguarit e Allahut si fitues i pëlqimit të Allahut.